Moje. Se nuk ka guxim me ardhaja këtu, u përballë me neve. Me këtë akuzat servis, Hagi i ka ngritë. Dhe s'ka drejtë e me ardhë në Kosovë heqë. Pak se të kesh. Po. Kjo ndodh vetëm në Kosovë që nuk kemi udhëtësi në shtetë tonin, s'kemi udhëtësi. Se mbron shteti qytetarin e vetë. Kur se mbron shteti, njerëz që e kanë formu u që e kanë këthy armen serbit. Janë në Hagë pa asë një faj që e kanë bërë. Pse kanë mbrojt shtëpinë e vetë, e kanë mbrojt qytetarët e vetë. Duhet kërku sa më shpejt më mbyllë. Prandaj ne sot, i bëjmë thirrje medjave që mos t'i japin rëndësi deklaratave të zonës Trëndafilova, të cilat nuk reflektojnë të vërtetën luftës çlirimtare dhe as ndjeshmërinë e një populli që ka përjetuar një gjenocid. Nën 2, ftojmë institucionet shtetërore, partitë politike, shoqërinë civile dhe qytetarët që të qëndrojnë të bashkuar në mbrojtje të vlerave të luftës sonë çlirimtare. Nën 3, rikujtojmë se Kosova ka treguar bashkëpunim të jashtëzakonshëm me drejtësi ndërkombëtare, por nuk mund të heshtim përballë padrejtësive selektive. Zëri ynë është zëri i së vërtetës, mos lejoni që historia të deformohet. Kjo nuk është drejtësi, kjo është faqja e zezë e drejtësisë.